Familja Rapaj vjen nga fshati Zhula i Tepelenës. Astriti dhe Kujtimja janë prindërit e 2 fëmijëve, një vajze dhe një djali. Ashtu siç ndodh për herë në familjet shqiptare, gjithë vëmendja ishte përqendruar tek Ergesi, si djali i vetëm i shtëpisë. Edhe pse në fshat ata përpiqeshin që ai të mos punonte, të mos lodhej, edhe pse shkollën e la pa përfunduar ende klasën e 8. Ergesi provoi të shkonte në Greqi, por kur erdhi gjithçka kishte ndryshuar. Nëna thot se kishte ndryshuar sjellje, rinte më shumë vetëm, fliste pak dhe shumë shpejt, konstatuan se ishte përdorues i lëndëve narkotike. Një ditë policia trokiti në derën e tyre dhe arrestoi. Gjykata vendosi për të 4 vite burgim, por bëri vetëm 2 vite, pasi përfitoi nga amnistia. Për shkak të problemeve që ai kishte me varësinë ndaj lëndëve narkotike, i ati insistoi për transferim në burgun e Krujës, pasi kishte më tepër mundësi kurimi. Ishte Kujtimja dhe të afërm të tjerë, ata që pritën sa po doli nga izolimi dhe fitoi lirinë. Vetëm një ditë më pas, ai u largua nga shtëpia, pa lënë asnjë gjurmë. Kanë kaluar kaq shumë muaj dhe ende nuk kanë marrë asnjë lajm për të. Me locë në sy, ata presin ende një lajm prej Ergesit, birit të tyre të vetëm, dhe janë të bindur që shumë shpejt do të dëgjojnë zërin e tij.